dënoi me forcën më të madhe aktet e dhunës ndaj protestuesve. Për ulen para tyre se kanë 36 vjet sa herë thërriten protestojnë dhe mendojnë se porzojnë regjimin. Por në fakt, udhëheqësia e tyre, ata që dje lëpinin Bashën, sot thithin Berishën, nuk kanë bërë asgjë tjetër, thjesht i kanë shitur ata, i kanë tradhtuar ata. Në vitin 2020, kur ne protestonin, cep më cep të Shqipërisë, ata mendonin dhe kalkulonin se ku do ishin në lista për deputet. Madje anatemonin, shpifnin për njerëzit e punës. Dua të them se më 13 qershor të vitit 2019, unë, Partia Demokratike, opozita në tërësi, i bën thirrje popullit dhe dolën protest, që e them pa egzagerim, ishim sa 2 fishi e atyre dje në Tiranë. Dhe e kthyem Ramën nga rruga nacionale në një rrugë dytësore. Nuk bëm kompromis me pushtetin dhe populli e besoi kauzën tonë. Gjej rastin sot që të falenderoj atë popull të mrekullueshëm, ata 36 veta që u arrestuan, madje 4 veta, njëri prej tyre edhe unë, bëm burg. Por që ndruam si burrat, nuk derdhëm lot. U përballëm me policinë, me drejtsinë dhe sot jemi të nderuar që të shikojmë popullin në sy dhe ai të na shikojë ne. Dua të them për këta aktorët e mbrëmshëm, që nuk kishin bërë prova gjenerale, ashtu si duhet në prapaskenë, dhe ju dështoi pazari. Madje vazhdojnë me ato skenat të turpit. Por gjithsesi, ju them një gjë. E kuptoni që protest mbas proteste humbisni njerëz. Populli nuk ju do, nuk ju bashkohet. Gjëja më e mirë që mund të bëni, që të ruani pak integritet, se fytyrë nuk keni më, largohuni. Largohuni dhe vetëm largohuni, që opozita të riformatohet dhe të krijojë një alternativë bindse, të rëndësishme dhe të qëndësishme për të rrëzuar jo vetëm Ramën, por gjithë ata njerëz që kanë 36 vjet vjedhin këtë popull. Bëjeni këtë nder demokracisë më në fund, por dhe këtë nuk do ta bëni, sepse ju jeni pjesë e regjimit dhe vazhdoni të coptoni Shqipërinë ashtu si e keni bërë këto 36 vjet. Populli ju njeh si keni qenë para 20 vjetësh, ju njeh dhe sot. Nuk mund votoj populli atë pjesë të regjimit që lëviz me 150.000, 200.000 euro makina, atë që merr tendera, atë pjesë të regjimit që bën afera natën e gjasme polemika ditën. Prandaj edhe një herë, largohuni një sahate më parë të shpëtoj demokracia shqiptare. E pat në Hungari, nuk ishte nevojë për Molotov, por populli ju bashkua, sepse ju kthye shpresa, ju kthye besimi te kryeministri i ri që mori 2/3 e vendeve në parlament dhe do të qeverisi Hungarinë. Kam bindjen e plot se një mentalitet i ri duhet të udhëheq opozitën. Jo thjesht nga mosha, por nga vizioni, nga idetë që ata do prodhojnë dhe bindjen që do krijojnë në popull për të arritur qëllimin. E kuptoni pse s'u do populli, se në 2013 ju përzuri me 1 milion vota. E tashmë nuk ju kthen më kurrë. Prandaj largohuni dhe vetëm largohuni.